Sot është dita Sultan Novruzit që mund të kishte shënuar një kthes të rëndësishme në historinë e botës, sepse sot në këtë ditë lindi Imam Aliu, një figurë unike në gjithë historinë e Islamit. Imam Aliu ishte kushëriri dhe dhëndri i profetit Muhammed. Ai ishte një ndër të parët që besoi, njihej për guximin, urtësinë dhe përkushtimin e tij. Shumë fakt menduan se Aliu do ishte pasuesi i natyrshëm për profetin. Dhe vetë profeti kishte thënë fakt, kush më ka mua si udhëheqës e ka Aliun si udhëheqës, këtë thuhet tek hadithet. Fjala origjinale në arabisht është kjo këtu, por historia mori një kthes tjetër. Në ditën kur profeti ndroi jetë, Aliu nuk ishte në mbledhjen ku u zgjodhi udhëheqësi i ri. Ai ishte i zënë me përgatitjet e varrimit të profetit, një akt nderimi dhe dashurie. Sultan Novruzi në fakt nuk është thjesht një fest, është një kujtesë për një moment historik që ndryshoi shumë gjëra. Dhe sot në këtë ditë na mbetet të pyesim me respekt në fakt, po sikur Aliu të ishte shpallur udhëheqës pas profetit Muhammed, sa ndryshe do duke historia e botës sot. Më shkruajnë në komentet poshtë. Zoti Bekoft.